فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tash fillimisht do e bëm një përgjigje, një kundër përgjigje nga ana jonë ndaj shpifjeve të ashtu quajturit Fawaz ibn Ali al-Madkhali. Se besoj se para disa javë e keni lexuar një shkrim që e kishin përhapur disa njerëz në një faqe ose telegramit, çka posëdojnë ata, domethënë revista Medina. Kishin përhapur domethënë nga Fawaz ibn Ali al-Madkhali një paralajmërim kundër neve, i cili realisht ka qenë një shkrim i mbushur me shpifje dhe gënjeshtra dhe hamencime. Por fillimisht e përkujtoj veten time, juve dhe po ashtu edhe ata të tjerit si Fawazin, si Idris Manushin, Jusuf Kapidanin, Besmir Cacanin, e kush është me ata, i përkujtoj të gjithë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot: "Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Do më thonë, dhe kur flisni jeni të drejtë ose bëhuni të drejtë, edhe nëse është kundër të afërmeve të tuaja. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Njeriu nuk shqipton, nuk e thot asnjë fjalë pa pasur pranë tij një mbikëqyrës të gatshëm i cili shënon çka thot dhe çka vepron njeriu. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot në një hadith al-Qudsi: "Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Do më thonë, thot Allahu taala: "O robërit e mi, unë ja kam ndaluar padrejtësinë vetvetes sime. Unë ja kam ndaluar padrejtësinë vetvetes sime dhe kam bërë atë të ndaluar mes jush. Prandaj, mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit." Transmeton sahabiu i nderuar Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: "Ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Do më thonë, ruani ose kini frikë nga padrejtësia, sepse padrejtësia është errësirë në ditën e Kiametit. Dhe po ashtu e transmeton një hadith tjetër sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada li shati al-jalha'i min ash-shati al-qarna." Me të vërtet, të drejta do t'u kthehen pronarëve të tyre në ditën e Kiametit, saqë edhe delës pa brirë do t'i merret hak nga delja me brirë. Më pas them, me siguri e keni lexuar shkrimin e të ashtu quajturit Fawaz ibn Ali al-Madkhali. Një shkrim i mbushur me gënjeshtra, paragjykime, hamencime dhe padrejtësi, i zhveshur nga faktet dhe i zbrazët nga morali dietarëve edukues. Unë e çuditem shumë nga një njeri që pretendon se ka qenë nxënës i Sheikh Ahmed el-Nejmit rahimahullah dhe Sheikh Zeidit rahimahullah, pastaj zbret në këtë nivel të pamaturisë, mendje lehtësisë dhe shfrenimit në shpifje dhe gënjeshtra. Nuk e di kush është këtu më i madh në gënjeshtër dhe shpifje,
ai vet apo përkthyesit e tij. Apo përkthyesit e tij. Përkthyesit e tij janë këtu domethënë për qëllime Idris Manushi, Besmir Cacani, Jusuf Kapidani. Tash do e marrim domethënë këtë shkrim habba, pjesë domethënë. Fjalët që ka thënë Fewazi dhe kundërpërgjigjja jonë ndaj atyre fjalëve që ai ka thënë. Ka thënë Fewazi 2 pika. Vërtet, i ashtu quajtur Semir Veliu në Maqedoni, edhe ne do bazohemi domethënë në përkthimin e këtyre përkthyesve, që mos dalin nesër ata dhe me thënë, jo e ka ndryshu përkthimin, jo e ka hub kuptimin, jo e ka deviju, jo. Ne do marrim domethënë në përkthimin e tyre, që mos kenë domethënë ata vend për me bo manipulime në mesin e vëllezërve. Ka thënë Fewazi 2 pika. Vërtet, i ashtu quajtur Semir Veliu në Maqedoninë e Veriut, e ka bërë nxitjen e fitneve dhe përhapjen e përçarjes mes vëllezërve selefi punën e tij kryesore. Mbaroi fjalën e Fewazit. Unë i them për këtë fjalë që ka thënë ai, ku janë argumentet, faktet për këtë shpifje? Sillni argumentet tuaja nëse jeni të sinqert. Realiteti është dëshmia kundër kësaj shpifje dhe gënjeshtër. Unë personalisht dhe vllai im i nderuar, Sheikh Gjemali, kemi bërë maksimumin e përpjekjeve tona për bashkimin e fjalës së selefive në vendet tona. Ne të dy bashkërisht kemi ndërmarrë disa herë udhëtime që kanë zgjatur për orë të tëra, me shpenzimet tona personale, për të shkuar dhe për të takuar me përkthyesit e tuaj në Shqipëri. Kjo nga kujdesi ynë për bashkimin e selefive në vendet tona. Ndërsa, nga ana tjetër, përkthyesit tuaj nuk kanë bërë asnjë përpjekje dhe kur nuk e kanë marrë iniciativën të vinë për të na vizituar. Tani pra, kush është më parsor të përshkruhet si përçarës dhe nxitës së fitneve? Dhe kur i vizituam ata, përkthyesit e tuaj, në fund të muajit tetor të vitit 2023, në Rubjek të Shqipërisë, Unë i asqarova Idris Manushit gabimet që i kishte në incizimet e tij forma e namazit. Se me i qytë mësime, nuk mendoj se i avlen edhe se meriton t'i themi mësime këtynve. Janë incizime, kanë incizu diçka, janë incizime, nuk janë mësime as ligjerata, janë incizime. Janë incizime ku ngatrohen ata as nuk din çka u del prej kokës, domethënë. Kur i kemi vizitu në fund të tetorit të 23-shin, ja kam thënë atit Idris Manushit në Rubjek se në ato mësime, forma e namazit që i kam bajtur ai, ka gabime që e prekin tauhidin, fikun dhe rëshqitje të tjera. Tash, si kur unë të isha nxitës i fitneve dhe përhapës i përçarjes, si që pretendon ti o Fewaz, do t'i kisha publikuar këto gabime dhe këto rëshqitje pa këshill dhe pa mi asqaru Idris Manushit. Kjo se cili e kupton domethënë, ata shumë mirë e din se me çfarë butësi u a kam thënë unë atynve dhe me çfarë dhimbshmëri u a kam thënë unë atynve, që këto çështje domethënë ti pastrojnë dhe ti rregullojnë sepse janë gabime që e prekin tauhidin, që e prekin fikun dhe që janë rrëshitje tjera domethënë që nuk u jep domethënë fjalis asnjë farë lloj kuptim, por bile edhe dëgjuesin e ngatron. Domethënë, nuk është puna sikurse ju që veproni me neve, që do e shohim tash domethënë, kanë pas çështje dhe gjëra që i kanë mbajtur kundër neve me vite, edhe asnjëherë domethënë nuk kanë qenë në gjendje me na dhënë ndonjë këshill e diçka të ngjashme. Pra, i them atit, nga mëshira jonë ndaj tyre dhe nga sinqeriteti i dëshirës son për t'i përmisuar, i këshilluam me butësi dhe dhimbshmëri. A e bën këtë vallë një nxitës së fitneve? A e bën këtë domethënë dikush që do me nxit fitnet ose që do me i shujt fitnet dhe me i bashku selefit? I them,
o fewaz, o kesul, o agjul. O kesul, o dembel, o agjul, o nxitës, do më thonë, që nxit. Një fakt tjetër, që tregon do më thonë se kush është realisht nxitës së fitneve e kush ka punu për bashkimin dhe unifikimin e selefive. Kush u boj pyetje fewazit, po ashtu edhe atyre përkthyesve të tij. Kush ishte ai që nxiti për organizimin e seminarit në Shqipëri? A e bëjnë këtë njerëzit e përçarjes apo njerëzit që synojnë bashkimin? Ti o fewaz, na drejtohesh me shpifje, ndërsa une po të përgjigjem me fakte nga realiteti, që njeriu i drejt të kuptoj se në çfarë nivel të ulët ke përfundu. Pastaj fewazi ka thonë, 2 pika. Nuk njihet ndonjë angazhim tjetër, do më thonë për mua, veç se hutimi dhe shpërqendrimi përpjekjeve të selefive në vendet e Ballkanit. Mbaroj fjala e fewazit. Unë i them, apo e përshkruan veten me këto fjalë, apo përpiqesh padrejtisht të ma veshish mua smundjen tënde. Wallahi, ti je më përsor për këtë përshkrim, sepse ti o fewaz nuk njihesh për mësimdhënie, as për davet, as për mbajtjen mësimeve, por njihesh vetëm për shkaktimin e rëmujës, shpërqendrimin e përpjekjeve të dietarëve për të cilat 2 imamët, Sheh Rabia dhe Sheh Ubejd, Allahu i mëshiroft, na kanë porositur që t'u kthehemi. Domethënë, ky e ka bë punën kryesore, shpërqendrimi i selefive nga ata për të cilët Imam Rabia dhe Imam Ubejdi rahimahumullah na kanë porositur t'u kthehemi. Do më thonë, Shekh Abdullah al-Bukhari dhe Shekh Arafati hafidhahumullah. Kurse ky do më thonë na, dit e nat e ka stërmbushur Facebookun e ti, vetëm duke i goditur selefit, në krye të selefive dietarët, do më thonë, Shekh Abdullah Bukhari dhe Shekh Arafati, me hamencimet e tyre. Hamencimet e fewazit, hamencimet e nizarit, edhe njerëz të tjerë do më thonë që as si një farloj Bilal e ku e di çka quhet do më thonë, që as njëherë nuk është dëgju do më thonë të njihet për kontribut në davetin selefi, tash u bo do më thonë në muhaddith, u bo sheikh, do më thonë bohu me ne, t'japim çka do. Do më thonë, ti dit e natë, merresh me këtë shpërqendrim, o fewaz. Vërtet që më vjen turp mua për ty dhe për moshën që ke arritur, që të bish në këtë nivel. Sa i përket i them aktiviteteve të mia në davet, sepse këtu më ka akuzuar mu do më thonë, ka thonë do më thonë se nuk i njihet do një angazhim tjetër. Do thonë kjo është akuz. Kjo është akuz, do më thonë, e unë i them, do më thonë, i përgjigjem, sepse kërkon nevoja që ti përgjigjem unë kështu, unë i them, sa i përket aktiviteteve të mia në dawa, unë mbaj mësime në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe gjermanisht. Kjo është fakt. Kjo është fakt, do më thonë, edhe i sfidoj krejt, fewazin, përkthyesit, në të sjellin ata një talebe, nga Indonezia deri në Ballkan këtu. Një talebe selefie që mban davet selefi në 3 gjuhë. Kjo është sfidë për ata. Ne ta sjellin një talebe, një nxënës dije që mban davet në 3 gjuhë. Edhe pastaj do flasim. Në të gjitha këto gjuhë i kam shpjeguar 3 parime, 6 baza, keshfu shubuhat, nawaqidul islam, kitabu tauhid, 40 hadithe, në shqip fadlul islam, aqidatu selef hayya, usulul iman të Humejdit, biografit selefit, maqedonisht shqip, biografia e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kështu më radh dhe shumë risail, libra dhe ligjëratë të tjera dhe seminare që kina mbajt. Po ashtu i them fewazit dhe përkthyesve të tij që ata nuk ja kanë treguar realisht realitetin për mua. Por kjo tregon domethënë se ata e kanë keqpërdor fewazin dhe kanë fut fewazin në lojën e tyre të përlyer. Në vend me thënë o sheh, kjo nuk ka bazë, domethënë. Ktu do dali shumë keq. Nuk ka vend kjo fjalë kundër këtij njeriu. Jo, ata domethënë e kanë marrë, edhe kanë përkthy, edhe tash para lajmërim. Po ashtu i them fewazit, në secilën gjuhë,
kanë bërë refuzime kundër ikhwancave, khawarijve, kutbive, sururive, halebistave, musafikave. Ato refuzime janë bërë gjemb në fytet e tyre dhe këtë e di çdo selefi në vendin tonë. E gjitha kjo është mirësi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj nga mirësia e shujuhve dhe ulemave tanë në Medine, në kryet të cilave është shejhu ynë, dietari i madh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, mësimet e të cilit i kemi ndjekur rregullisht gjatë viteve që ishim në Universitetin Islamik në Medine. Dhe të pyes ty dhe përkthyesit e tu o Fawaz, ku janë refuzimet e Idris Manushit, Jusuf Kapidanit dhe Besmir Cacanit ndaj bidatçive? Madje, ata kur nuk janë njohur si përkrahës publik të menhexhit selefi. Kur nuk janë njohur si përkrahës publik të menhexhit selefi. Firja selefie luftohet nga hizbit në vendet tona, ata sulmojnë dietarët tanë, sidomos dietarin të madh kolosal, Imam Rabia rahimahullah, ndërsa këto që janë me ty nuk e lëvizin damarin. Nuk e lëvizin damarin. Të gjithë në vendet tona, të gjithë në vendet tona e din kush është më i zëshëm dhe më i vendosur në mbrojtjen e thirrjes selefie dhe të dietarëve të saj. E me gjithë atë ti vjen dhe flet pa pik turpit duke thënë nuk njihet ndonjë angazhim tjetër në vendet e Ballkanit. Ndërsa e vërteta është se përkthyesit e tu janë ata që kanë synuar dhe vazhdojnë të synojnë shpërqendrimi e përpjekjeve të atyre që angazhohen me davet. Historiku dëshprues i Idris Manushit është i njohur në mesin e selefive. Historiku dëshprues i Idris Manushit është i njohur në mesin e selefive. Pastaj Fewazi ka thënë në atë shkrimin që kanë publikuar ata, 2 pika. Nuk shihet prej tij ndonjë gjurmë përveç nxitjes dhe përçarjes në shërbim të tjerëve, gjatë viteve të fundit nuk është njohur për gjë tjetër përveç se për udhëheqje një punë të organizuar në disa vende me nxitje nga një prej figurave kryesore të fitnes. Mbaroj fjalën e Fawazit. Unë e them, nëse kjo, siç pretendon, ka vazhduar për vite me radhë, atëherë ku ishte këshilla nga përkthyesit e tu dhe nga ti vetë? Ashtu si që vepruam ne me ata. Ku është dashuria për hir të Allahut? Ku është këshilla për hir të Allahut? Dhe përmisimi për hir të Allahut? Shtoja kësaj, ne kishim një grup në WhatsApp me përkthyesit e tu, ku ishin ata pjesë asaj grupit. Për muaj e vite, ata kanë qenë jashtë zakonisht pasiv në komunikim dhe komunikimi gjithmonë dhe çdo herë me to ka qenë tepër i vështirë. Dhe kur nuk kanë dhënë ndonjë këshill. Pastaj sot dilni dhe pretendoni se ne gjatë viteve të fundit kemi bërë nxitje dhe përçarje. Ku ishi domethënë? Mundësia e komunikimit ishte, plus edhe jena ataku me Fawazin a qenë kuks, ku ishte? Pse mos me na mora i përdore dhe me na thënë, o vlezër, kini frikë Allahun, këta e këta se ende janë, ose përhapen për juve. Ku ishte këtu këshilla? Nëse ai këtu thot për vite, janë të marrë me një punë të organizuar, për vite do më thonë. Nuk thot do më thonë këta muaj të fundit, po vite. Po mirë, ku ishit ju do më thonë, duke e pas këtë mendim ju për neve? Pse e bët seminarin në? Pse rishit aty në grup dhe asnjë këshill nuk keni thënë? A kjo është feja Allahut? A kështu është rruga e dietarëve këshillues dhe përmisues? A kështu i ka trajtuar Sheikh Rabia rahimahullah çështjet? Kur u them atynve, kur e keni pasur këtë mendim për neve gjatë viteve të fundit, çfarë ju pengoi të na këshilloni, kur mjetet e komunikimit ishin të hapura dhe të disponueshme? Plus, ju kemi takuar, edhe me ty jemi takuar, edhe me ata, a është kjo metoda e dietarëve si Sheikh Rabia, Sheikh Nejmi rahimahullah dhe dietarëve të tjerë? Qasja juaj dëshmon se në cili drejtim po ecni dhe lëvizni. Sa i përket fjalës së Fawazit që ka thonë nuk shihet prej tij ndonjë gjurmë, kam një sfidë publike për Fawazin dhe për përkthyesit e tij. Sfidë publike për Fawazin dhe përkthyesit e tij. Ju sfidoj të katërve të sillni fakte
kush ka bërë përpjekje më të mëdha në dawa dhe në përhapjen e dijes së saktë. Mblidhuni ju të katërt dhe paraqitni punën tuaj, ndërsa unë i vetëm do ta paraqes punën time. Pastaj njerëzit le të gjykojnë. Jo për mburoj e as për krenari, por për ta sqaruar të vërtetën dhe për të zbuluar shkakun e shpifjes tuaj që njerëzit ta njohin realitetin. Gjykuesi mes nesh dhe jush janë faktet, jo pretendime zbukuruara me fjalë të zbrasta nga përbajtja. Do me thonë ata, mendoj se gati krejt ata janë matë më dhej se unë në mosh, ky fevazi gati 55 vjet i paska. 55 vjet. Ato tjeri janë shumë ma hera, sidomos Idris Manushi dhe Jusuf Kapidani, kur e kanë përfunduar universitetin në Medine? 2006, 2005, 2007. Do thonë, ma kanë parakalu mua 15 vite. Unë u them prap, kurse fevazi 30 vjet supozohet se merret me davet. Edhe kur i themi fevazit se ti merresh me politik, merresh me gazetari, merresh me domethënë lajme, edhe nuk merresh me davet, tash ka fillu, ju e dini pse nuk majun mësime, dhe me këse shteti ja ka ndalu me majt mësime. Jo, nuk e kemi për qëllim vetëm tash këto 2-3 vitet e fundit ose 5 vite, kemi për qëllim 30 vitet e fundit, ku i ke davetin? Ku e ke davetin për 30 vjet të fundit? Do thonë, nxjerrim mësimet ku i ke mbajtur. Jo për këto vitet, 5 vitet e fundit, por për 30 vjet të fundit. Që ta kuptojnë njerëzit do më thonë se ku shije. Që ta kuptojnë njerëzit do më thonë se ku shije do më thonë. Prandaj, kjo sfida qëndron. Ata 4 let bashkohen, sepse thot, nuk shihet do një gjurmë prej këtit. Atëherë, u themi do më thonë, mes nesh dhe jush let gjykojnë do më thonë na faktet. Mblidhuni ju të katërtini. Unë e vetë. Edhe do shofim do më thonë, le të shofim njerëzit se kush është marrë me davet, kush ka qenë i dobishëm për selefit, dhe kush është marrë do më thonë me dinakri dhe lojra dhe ngatresa. I them, është e lehtë të pretendosh, por puna, përpjekja dhe sakrifica janë ato që e zbulojnë të vërtetën. Prap edhe kjo një sfidë tjetër që e përmenda pak më parë, e kam edhe një sfidë tjetër për fevazin dhe për ata që janë me të. Të msjellin një student selefi që ka davet aktiv në 3 gjuhë të ndryshme. Më sillni vetëm një. Dhe sikur unë të isha ashtu siç ke shpifur për mua, do të kisha përfunduar ku ke përfunduar ti dhe përkthyesit e tu. Pastaj fevazi ka thënë 2 pika, me nxitje nga një prej figurave kryesore të fitness, mbaroj fjalën e tij. Unë i them, jo o fevaz, jo. Dhe 1000 herë jo. Ai person që ti e përshkruan si një nga figurat kryesore të fitness, do thonë këtu Sheikh Arafatin e ka për qëllim. Ai person që ti e përshkruan si një nga figurat kryesore të fitness, është pikërisht ai që na ka nxitur për bashkim, unitet, organizimit të seminareve, dhënie këshill dhe durim. Këto kanë qenë këshillat e Sheikh Arafatit. Këto kanë qenë, domethënë, këshillat e Sheikh Arafatit që ky domethënë shikoni me hamendësime. Edhe unë jam i gatshëm, një sfidë tjetër e kam për fevazin dhe gjithë ata që janë me fevazin, edhe Nizarin, edhe kushdo qofta, unë jam i gatshëm me nxjerr celularët, sepse fevazin ndoshta vetosh i ulët në atë deregje, edhe mendon se ashtu edhe të tjerit janë. Unë jam i gatshëm domethënë që gjithë shkrimet që i kam me Sheikh Arafatin, ti nxjerrim edhe me pa domethënë a kontaktoj unë me Sheikh Arafatin për çështje fetare, ose kontaktoj me Sheikh Arafatin për çështje fitness e kështu me radhë. Unë jam i gatshëm kur don fevazi dhe kur don Idris Manushi dhe kur don Jusuf Kapidani, edhe ai tjetri Besmir Cacani që s'ka mësuar askund as asnjë dietar. Prandaj Sheikh Arafati ai ka qenë domethënë që na ka këshillu domethënë. Na ka këshillu domethënë për bashkim, unitet, organizim të seminareve, dhënie së këshillës dhe me duru. I them fevaz, ta nuk turprohesh o fevaz nga këto shpifje dhe gënjeshtra të ulta, që nuk mbështeten në asnjë bazë.
A është kjo mënyra që ke mësuar nga Sheh Ahmet e Nejmi dhe Sheh Zejdi? Daveti atit personit që ti akuzon si një nga figurat kryesore të fitness, daveti, puna, veprimtaria e ti dëshmon për të, kurse ti e duar bosh, ti nga papunësia u ke hypur fitneve. Fewazi ka thënë 2 pika. E bazuar në sulme dhe shpifje për rrëzimin e një numër dietarësh dhe studentësh të dijes në më shumë se një vend, pa devotshmëri dhe pa amanet diturie. Mbaroj fjala e tij. Unë i them, sill argumentet për këtë shpifje. Je ti ai që e ke mbushur Facebookun tënd me akuza ndaj atyre për të cilat 2 imamat, Sheh Rabia dhe Sheh Ubejd, Allahu i mëshiroft, kanë këshilluar që tu kthehemi. Deri më sot, nga ana juaj nuk kemi parë asnjë argument, por e ke stërmbushur Facebookun ton me hamendësime dhe paragjykime ndaj selefi. Janë vetëm paragjykime dhe hamendësime. Fewazi ka thënë 2 pika. Dhe une, teksa e vë në dukje këtë realitet të dhimbshëm, e bëj këtë vetëm si këshill dhe paralajmërim duke i thirrur vëllezërit selefi që të janë vigjilent dhe të ruhen nga këto rrugë të smura dhe nga njerëzit e tyre. Unë i them, nëse të kishte dhimbë daveti selefi, se ky po shfaqet domethënë se i dhimbet daveti selefi. Atëherë i them, nëse të kishte dhimbë daveti selefi dhe njerëzit e saj, nuk do ta kishte bërë këtë rëmuj e bazuar në hamendësime dhe paragjykime dhe mendim të keq. O Fewaz, i them, ti nuk je për me dhënë këshill, ti je për me marrë këshill. Unë i them, do të thonë, ti nuk je për me dhënë këshill, ti je për me marrë këshill. Pastaj, sipas pretendimin tënd, ata që veprojnë sipas porosive të Imam Rabias dhe Imam Ubejdit rahimahumullah ecin në rrugë të smura, ndërkohë që ti dhe përkthyesit e tu nuk pritën as 6 muaj pas vdekjes së Imam Rabias dhe dolët në kundërshtim ndaj porosisë së Shehut Sheh Rabis dhe po ashtu kundër porosisë së Sheh Ubejdit rahimahullah. Pastaj pretendoni se kjo qenë ka rrugë e shëndosh dhe e mirë. Do të thonë, këta që kanë dalë kundër këshillës së Sheh Rabis, kundër porosisë së Sheh Ubejdit, këta qenë kanë tash burrat mira. Do të thonë, nuk kaloi pas vdekjes së Sheh Rabis as 6 muaj. Dhe këta shigjetat e tyre i drejtuan kundër dietarëve selefi. I them, a kështu e ke mësuar nga Sheh Nejmi rahimahullah dhe Sheh Zejdi rahimahullah zbatimin e porosive të dietarëve? Se ai pretendon se ka qenë zënës të këtyrve 2 kolosëve të dijes. Atëherë i them, a e ke mësuar këtë domethënë për këtyrve dietarëve se kështu zbatohet dhe çohet në vend domethënë porosia dhe këshilla e dietarëve? Pastaj ka thënë Fewazi po ashtu, si dhe të ruhen nga ky i ashtu quajturi dhe nga ata që drejtojnë dhe komunikojnë me të. I them, kjo është një tjetër shpifje e pastër që nuk mbështetet në asnjë argument. Dhe e përkujtoj këtu Fewazin me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith." Kini kujdes nga hamendësimet, sepse hamendësimet janë gënjeshtra ose është gënjeshtra më e madhe. Thonë, kini kujdes. Ky do më thonë veç hamendësime ka. Pastaj, këto hamendësime i shëndron në argumente në thojza. Dhe në bazë atyre hamendësimeve që ai shikon si argumente, i gjikon selefit pastaj. I gjikon dietarët, pastaj talebët, pastaj xhamatin. Por kjo do më thonë ja zbulon vetëm se realitetin e tij. Ti e ke bërë menheq me i gjiku selefit në bazë të hamendësimeve tuaj. Wallahi, kjo s'ka të bëj gjë me menheqin e dietarëve në refuzim. Ti gënjen, shpif, hamendson pa pik turpit. Prandaj i them Fewazit se uhasibuke ala dhalik amam Allahi yawm al-qiyama. Do të kërkoj llogari për këtë para Allahut ditën e Kiametit. Pasha Allahun, komunikimi jon me ulemat dhe me shujuhët është komunikim fetar, e jo për çështje të tjera. Dhe e gjithë e shkuarja jon në Medinë, me studiu dhe me mësu tek ulemat, për asnjë interes tjetër nuk ka qenë vetëm për hir të Allahut. Nuk e di o Fewaz,
a i ke lexuar ndonjëherë biografitë e selefit, në krye të tyre sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ata janë shembulltyra jonë në kërkimin e dijes dhe lidhja dhe komunikimin me ulemat. Nëse vetë je i ulët, mos mendo se edhe të tjerit janë të tillë. Ke frikë Allahun. Fevazi ka thënë 2 pika. Gjithashtu këshilloj vëllezërit e mi, studentët e dijes, thirrësit në Allah dhe çdo dashamirës të metodologjisë selefie në çdo vend në ato vende që të vazhdojnë në kërkimin e dijes, thirrjen e njerëzve në Islam dhe përhapjen e tauhidit dhe sunetit. Mbaroj fjalën e Fawazit. Unë them, fjalë të bukura se këshillon për tauhid, për sunet, për hapjen e davetit e kështu me fjalë të bukura. Por të rënda për me zbatu janë shumë të bukura, ama të rënda kjo kërkon punë. Nuk qenë ka vetëm fjalë, me thënë përhap një davet, ai kur vjen shetit vetëm, turistosh, në Shqipni, në Kosovë, në vende tjera, turist. Sheikh Arafati kur shkon në Indonezi, në Yemen, në Senegal, mban ka disa mësime brenda ditës, në Holandë, sa mësime ka mbajt Sheikhu, pinë në gjes deri në mram mësime ka mbajt Sheikh Arafati. Bile edhe atë 1 orë që të shkojmë me shehun me ngërbuk, i duke shehut shumë. Se me u kthy, do më thonë me u marrë me dija. Prandaj, i them fjalë bukura, fjalë mrekullueshme, por të rënda për me i zbatu. I them, ku je ti o Fawaz për balë këtyrve porosive? Se ti bën porosia, ma unë të pyes tash të ballafaqoj me realitetin tënë që jetu. Ku jetë, edhe nuk flas për 2 vitet e fundit, edhe për 3 vitet e fundit, edhe për 5 vitet e fundit. Flas, do më thonë, për 30 vitet e fundit për Fawazin. Ku jetë ti o Fawaz për balë këtyrve porosive? Ku janë mësimet e tua në tauhid dhe sunnet? Ku jetë ti për balë përpjekjeve të shejkhut Allamas Abdullah al-Bukhari? Ku jetë ti për balë përpjekjeve të shejkhut alimit faqihut Arafat el-Muhammedi? Dhe ku janë përkthyesit e tu për balë këtyrve porosive? O Fawaz, a munden këto përkthyesit e tu, të cilët ti i llogarit studenta dijes dhe thirrës në Allah, a janë ato 3 në gjendje me na sjell ka 2 mësime që ata i kanë mbajtur për tauhidin dhe sunnetin që janë ka 1 orë. Ta janë ata që ti i mendon se janë burrat mira. Këta janë ata mbartësit e davetit selefist pas Fawazit. Atëherë them Fawazit, këto të 3 që duhet për 2006 t'ja ketë nisur me davet kjo Idrizi dhe kjo Jusuf Kapidani, që i zë gjumi duke fol ata 2, si do më tha Jusuf Kapidanin. Atëherë u them do më thonë, për këto 20 vite gati, që janë të bo davet ata, në thojza, 20 vjet davet. U them në të vinë ata, se cili ka 2 mësime në të sjellin, ku ka 1 orë kanë majt ligjerat rreth tauhidit dhe sunnetit. Se është kollaj, është shumë lehtë me fol, do më thonë fjalë të bukura, Koran, sunnet, tauhid, këto fjalë të mëdha kërkojnë zbatim, kërkojnë punë, kërkojnë sakrifikim, kërkojnë lodhje. Ku janë ata? Ne të sjellin, do thonë, i presim, jemi në pritje, do më thonë, edhe kështu, në këtë mënyrë, do më thonë, do demaskohet realiteti i tyre. Kështu do demaskohet, do më thonë, realiteti i tyre do demaskohet, ta kuptojnë njerëzit, do më thonë, se këta nuk kanë punu. Edhe ato mësime që i kanë, do më thonë, tash ato incizime, duhet me i dëgjuar dhe do shohni, do më thonë, se në çfarë metodë dhe mënyrë i mbajnë ato mësime. Po ashtu, ka thënë Fawazi 2 pika, dhe të mos i kushtojnë vëmendje këtij personit dhe të ngjajshmeve me të, as atyre që qëndrojnë pas tij për njerëzve të fitness. Mbaroj fjala e tij. Unë i them, edhe një herë tjetër shpifje e hapur, pas një argument. Rrallë kam lexuar një tekst kaq të shkurtër, por kaq të mbushur me gënjeshtra, shpifje dhe hamendësime. O Fawaz, a nuk i ke lexuar refuzimet, librat, shkrimet e Imam Rabias rahimahullah? Dyshoj se i ke lexuar.
se përndryshe do të kishte përfituar nga ato. Librat e Imam Rabias, rahimahullah, janë udhërrëfyes për dietarët, shujuhët, talebët, por siç duket qartë nga rruga jote, ti nuk ke përfituar prej tyre. Përkundrazi, ti je ai që merresh me fitnë, lajme, gazetari dhe i angazhon selefit me to. Dhe faqja jote në Facebook është dëshmia më e madhe kundër teje. Ti flet për përhapjen e Islamit, ka folë aty për përhapjen e Islamit, që ata të angazhohen, pyeti për kthyesit e tu, kush janë ata që rregullisht bëjnë udhëtime për davet në trojet tona dhe Maxhor? Ky fol përhapja e Islamit, përhapjen e Islamit, merruni me davet. Atëherë pyeti, unë them, na pyet neve, pyeti për kthyesit e tu. Kush janë ata që rregullisht bëjnë udhëtime për davet në trojet tona dhe Maxhor? O Fewaz, çështja nuk është fjalë të zbukuruara. Realiteti në terren dëshmon se përkthyesit e tu nuk janë të pranishëm në këtë fushë, ashtu siç edhe ti nuk je i pranishëm në të. Ku janë Idris Manushi, Jusuf Kapidani, Besmir Cacani, të gjithë e njohin pasivitetin dhe dobësinë e tyre. Të drejtoj një pyetje tjetër publike, o Fewaz, që kërkoj përgjigje nga anat jote. A mund të na sqarosh pse Imam Rabia, rahimahullah, dhe Imam Ubejdi u kanë rekomanduar selefive në mbar botën që të kthehen te Sheikh Abdullah al-Bukhari dhe Sheikh Arafatin, ndërsa as ty e as Nizarin nuk ju kanë përmendur kur si referencë botërisht për selefit. Se këta tash e quajnë veten shumë të mëdhenj. Nizarin e bon alim. Atëherë, edhe Nizarin e bon, domethënë se është për njerëzve të specializuar të gjerh ve ta'dilit. Pse kur janë pyetur Sheikh Rabia dhe Sheikh Ubejdi rahimahullah, kur janë pyetur ku të kthehemi, asnjëherë nuk ka ndodhur, asnjëherë. Edhe kjo është sfidë për Fewazin, edhe për ata të raskapiturit që janë në Tiranë dhe ku janë në Shkodër atje. Pse nuk ka përmend Sheikh Rabia asnjëherë Nizarin si referencë për selefit botërisht, e as Fewazin që e ka pas vetit El Medkhali. Kjo është Medkhali, Fewaz ibn Ali El Medkhali. Pse? Ajde njëherë i ka ik. Nuk jo është kujtu Fewazi. Ajde njëherë nuk jo është kujtu Nizari. Po si ka mundësi që asë njëherë të mos përmenden, të thot selefive kur kanë shku selefit të Algjeris, të Ballkanit, të Indonezis, të vendeve tjera, të Anglis ata. Edhe kur e kanë pyetur Sheikh Rabin dhe Sheikh Ubedin, ku të kthehemi, ata gjithmonë e kanë përmend Sheikh Abdullah Bukharin. Edhe tash vitet e fundit edhe Sheikh Arafatin. Ku është këtu përmendja e Fewazit edhe Nizarit? Pres përgjigjen Fewaz, se ti i ke hyp vetës, mendon se unë jam tash. Atëherë u themi, domethënë, pse? Me që se ju e mendoni vetën tuaj, sidomos Nizarin e bani, atëherë u themi, domethënë, shkurt e shqip. Pse dietarët nuk e kanë përmendur Nizarin si referencë botërisht për selefit, me që se ky që nga aq i kompetent. Pastaj i them, sa i reagimi jem që e kam bërë në fillim, domethënë, kur thash me pas kujdes, domethënë, prej Nizarit dhe Fewazit dhe veprimtarisë së tyre, kjo domethënë i ka djeg atit dhe këta përkthyesit ja kanë përkthy, ja kanë çu, pastaj ai boni dhe me unë paralajmëroj kundër këtij. Çfarë paralajmërim i mbushur me hamendësime dhe gënjeshtra dhe shpifje. Unë kam reaguar kundër teje dhe Nizarit nga bindja e pastër fetare. Do thonë, mu asnjë nuk më ka shty. Edhe jam i gatshëm, do thonë, gjithë celularin tem, do më thonë, unë s'kam 2 celulara. Këtë e përdor për çdo gjë që kam. Atëherë i them Fewazit, gjithë celularin, edhe ta shohim am ka shty dikush mua, ka thënë, fol edhe ti në gjuhën shqipe për Nizarin dhe Fewazin, ose kam bërë vetë, do më thonë. Unë e kam bërë, si ja ku më thonë edhe këtu, nga bindja e pastër fetare. Dhe kjo është rruga e selefëve dhe ulemave tanë. Mbrojtja e së të vërtetës dhe njerëzve të saj. Kur u bo mbrojtja e dietarëve, çështja e çortuar. Kur u bo, do më thonë, që ti me më çortu tash mu, jo po këtë e komunikojnë me këtë njeri, e çojnë këtë njeri, jo, s'ka kush më çon.
nuk ka domethënë asnjë njeri që më çon me shkrujt edhe me reagu. E boj domethënë nga bindje e pastër. Atëherë, edhe mbrojtja e dietarëve kur ka qenë domethënë çështje e qortuar, është çështje e lavdruar. Është çështje e lavdruar me i mbrojt dietarët. Ju po i kaloni, i them Fawazit, ju po i kaloni kufi ditë pas dite, pa asnjë argument të saktë. E pastaj prisni që ne të mos reagojmë. Ku është logjika këtu? Zgjohu o Fawaz. Dije se mes nesh dhe teje nuk ka asgjë personale. Kthehu nga kjo rrugë shkatruese dhe ki frikë Allahun. Të kujtoj me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Që ti mbajnë gjunahet e veta të plota në ditën e Kiametit, si dhe pjesë e gjunaheve të atyre që i quan në humbje devim nga padjenia. Sa e keq është bara që do ta bartin ata. Dhe i them po ashtu Fawazit, kushëriri yt, Muhammed Hadi, se kjo ka djalë agje. Do të thonë, baballarat i kanë vlezër, Fawazin me Muhammed bin Hadi. I them Fawazit, kushëriri yt është shembull i gjallë për ty se ku dhe si përfundon njeriu. Më thonë, ai duhet me marrë shembull. Duhet me mësu, do më thonë, nga atë që ka shumë afër, nga ana familjare. Që se si dhe ku përfundon njeriu. I them, angazhohu me davet nësi je kompetent për të. Dhe lëre këtë rrugë që të ka quar aty ku je sot. I them prap, o Fawaz, pyeti për kthyesit e tu. Ku i kanë refuzimet e tyre kundër xhawarijve, ihwancave, sururive, teblikcave, halebistave, musafikave e të ngjashme dhe hadadive? Ku i kanë? Ku i kanë? Apo lëvizin vetëm kur çështja lidhet me selefijunët? Për kthyesit e tu njihen në mesin e vëllezërve selefi si nga studentat më të dobta. Puna dhe dia e tyre dëshmojnë këtë. Selefijunët presin punë dhe përpjekje, jo dinakri dhe dredhi. Roli i tyre kishte përfunduar në mesin e selefive, por me ardhjen tënde ata u rikthyen sërish. Dhe pikërisht ti je ai që po i çon drejt dhe pikërisht ti je tani ai që po i çon drejt një fund shkatrues. Do thonë ata menduan se kur foli Sheikh Abdullah Buhari, Idris Manushi përfundoi çështja e këtij njeriu. Edhe u haru në mesin e selefive. Erdhi Fawazi, u rikthyn ata. Dhe menduan tash u rikthyem edhe morëm pozitë kështu me radh. Tash pikërisht ai Fawaz u çon domethënë në atë shkatrim. Prandaj le të reflektojnë. Le të reflektojnë domethënë dhe le të largohen prej këtij personit. Edhe u them aty në të katërve se atyrve u takon shembulli që thuhet në arabisht et-tuyur ala ashkaliha taqa. Do të thonë zogjt e një llojit mblidhen bashk. Juve të katërt ju bashkon pa aftësia, dembelizmi, mungesa e aktivitetit në fushën e thirrjes, nëse nuk është kështu, atëherë sillni argumentet. Sa për ata që ti po i përshkruan si njerëz të fitness, ata njihen për punë, dije, aktivitete dhe thirrje, si dhe i këshillojnë talebët për seriozitet në thirrje dhe përfshirje në veprimtari të dobishme. Ata janë shembull për talebët. Nuk çuditem shumë nga përkthyesit e tu, sepse Besmiri nuk njihet se ka mësuar te ndonjë dietar, ndërsa dy të tjerit nuk janë ulur me dietarët për gati 20 vjet. Çfarë pritet domethënë nga njerëz të tillë? Çfarë pritet domethënë nga njerëz të tillë? Por çudia më e madhe je ti vet o Fawaz. Ndërkohë që pretendon si nxënës i Sheikh Ahmed an-Nejmit dhe Sheikh Zeidit rahimahumullah. Nuk mund ta imagjinoj une kur që këto veprime, gazetari, lajme, thashetheme dhe hamensime ti kesh marrë nga ato dietar kolosal, të cilët i kaluan tër jetët e tyre në kërkimin e dijes dhe në dhënien e saj. Librat e tyre, ligjëratat e tyre janë të pastra nga këto që ti po angazhohesh dhe angazhon selefit me to.
Është e lehtë të thuash unë jam nxënës i filanit, por njerëzit presin frytet e asaj që ke mësuar. Ata dietar ishin shembull në seriozitet, punë dhe dije, ndërsa ti e bër shembull në largimin e selefive nga dija dhe në angazhimin e tyre me lajme, gazetari dhe hamencime. O Fevas, mos u mashtron nga lajkat në Facebook. Ato nuk të sjellin dobi. Kthehu në rrugën e drejtë dhe pendohu tek Allahu. Kjo është më e mira për ty dhe për ata që të ndjekin. Ti e ke kaluar të 50 në moshë dhe po i afrohesh të 60-tave. Të këshilloj sinqerisht të angazhohesh me atë që është brenda mundësive të tua dhe me atë që të sjell dobi ty, familjes sate dhe muslimanëve. Dhe i them, o Fevaz, la an takuna dhanaban fil haqq khairun laka min an takuna ra'san fil batil. O Fevaz, të jesh bisht në të vërtetën është më mirë për ty se sa të jesh kokë në të kotën. Sepse me këtë rrugë po e dëmton veten dhe po i gëzon hizbit, a nuk sheh, a nuk dëgjon. Me këtë rrugë domethënë, çai e ka nisur dhe e ka fillu, e dëmton, e shkatron veten e tij dhe në anën tjetër domethënë i gëzon hizbit. Dhe i kanë gëzu, domethënë me pa internetin, shkrimet e musafikave, e hadadive, e halebistave, po gëzohen tash. Po gëzohen me këto hamencimet dhe shpifjet e Fevazit që u abon kundër dietarëve selefi. Po gëzohen. Unë nuk e di domethënë na ku janë të shku këta njerëz dhe me çfarë logjik. Nuk kaluan as 6 muaj nga vdekja Imam Rabias rahimahullah dhe ti bashkë me Nizarin dolët kundër atyre që Imam Rabia na kishte porositur të kthehemi. Dolët me akuza pa argumente, me hamencime, paragjykime dhe keqmendime. Zgjohuni, kë po i shërbeni me këtë rrugë. Po ta kujtoj një fakt historik, ndoshta të bën dobi. Shpresoj. I them, pas vdekjes së Imam el Albanit rahimullah, dolën Halebiu Selimi Meshhuri. Shikoni ku përfunduan. Pas vdekjes së Imam Mukbilit rahimullah, doli Abul Haseni. Pastaj ma vonë doli Haxhuri e pas Haxhurit dhe Muhammed el Imami. Shikoni ku përfunduan. Dhe doli Ibn Hadi, kur mendoj se Imam Rabia rahimullah nuk do të kthehej më i gjallë në Medinë. Shiko ku përfundoi. Merrni mësim dhe mësoni nga ata që ishin para jush, që të mos përfundonin në koshin e plehrave të historisë. Në fund i them Fevazit dhe ata që janë me të, me plot përgjithësi ja them. Feja e Islamit nuk ngrihet dhe nuk përhapet me shpifje, as me manipulime, as me gënjeshtra, as me dembelizëm, as me angazhim me lajme dhe gazetari. Nëse vërtet dëshiron të mirën për Islamin dhe muslimanët, atëherë kthehu në rrugën e dietarëve përmirësues. Muslihun. Ulema el muslihun, do thonë dietarëve përmirësues. Nëse do më thonë ky të mirën për Islamin dhe për muslimanët, atëherë le të kthej do më thonë na te rruga e dietarëve përmirësues. Te rruga e atyrve që ka mësuar, që pretendon se ka mësuar tek ata. Le të kthej do më thonë, ajo është më e dobishme për to dhe për muslimanët, se sa mi angazhu selefit dhe mi shpërqëndru selefit do më thonë me hamencime, me paragjykime dhe me mendime të këqija kundër dietarëve selefi. Kjo ishte, sa i përket do më thonë kundër përgjigjes ndaj atij shkrimit të Fevazit që ata kanë publikuar, dhe në bazë të kësaj, biidhnillahi taala, secili prej neve mundet me kuptu do më thonë na se ka qenë një shkrim do më thonë me hamencime, paragjykime, shpifje dhe mendim të keq, dhe e tregon rrugën do më thonë e tyre se kanë pas rezerva kundër neve me vite, që vete kanë shkrujt aty, edhe asë njëherë nuk e kanë bërë këshillën për hir të Allahut, siç e kena bërë edhe ne me ata. Edhe mundësia ka qenë e pranishme.
Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.